Lidhemi me Ilir Feratin, kryetarin e komunës si Stokut, ashtu si që edhe kemi planifikuar të flasim me të për vlerësimin e dëmeve. Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje, zonë. E di që keni shumë angazhime sot, jeni në teren, keni filluar vlerësimin e dëmeve? Para kërkojnë ndjesë që u vanova me hapë, po kesh në takim me ministrin e bujqisë në Armend Muja në Shqyë. Ka arritur tani një stok? Ka arritur ministri Muja një stok? Do t'jeni bashkarisht në teren, ta vlerësoni situatën? Po, bashkarisht po vazhdojmë në një prej fshatave më të mëtume që është Kovraka, bashkë me ministrin e ekipin e tij dhe sigurisht bashkë me ekipin tonë komunal. Po ashtu në orën 9 mëngjesit kemi pas takim me komisionin e përhershëm të vlerësimit të dëmeve në fatkeqësitë natyrore, i cili ka filluar më dalë të herë, më tjetër ku besoj që kur përplasim thirrja për aplikim për vlerësim dëmeve, besoj po për neve si komunë, edhe besoj shumë që fermerët dhe ekonomitë familjare që kam diskutuar me filluar lejimet e tyre kanë ku 8 kalendarike dhe normalisht dikun të funi kimuni eventualisht ditë e para të kushtit ne e dorëzojmë raportin e vlerësimit të dëmeve në Ministrinë e Bujqësisë. A ju premtoi ministri që do t'i mbuloj dëmet, sepse në parim dëmet pothuajse bujqve rrallë janë mbuluar ose fare, biseduam me Nazmiun, ishte i zgënjur në këtë aspekt. Jo veç Nazmiu, po shumë, po thash bisedua me... Po ishte të komunës që të janë zgënjur, nuk mohet me anë një përreshë e tjilë pothuajse në krejt territorin e komunës. Se ishte se mas subvencioneve ose thirrjes për aplikime për subvencionet vitit kaluar janë dikon 6.000 hektar të mbjellura zyrtarisht. Po flas për ato që i shkruaj kriterin për të marrë subvencione, tani pari ashtu edhe ekonomitë e vogla familjare që besoj se pikon shkon të 70.000 hektar të mbjellura, të cilat në 60% për tyne e të erët e tjeshmeve që janë shkatërruar totalisht. Ministri Muja e patë qasën e zakonisht mirë në takim jo veç të pjesa e garancës për volim të 1% të dëmit të fermerëve, por edhe të pjesa e investimeve nga Ministria e Bujqësisë të mosat mbrojtëse që kanë me parandalu për të ardhmen një fatkeqësi të tilla që besoj kish më marrë të motivuar pjesën e bujqësve të instruohet që 60% e aktivitetit ekonomik në Stok është bujqësia. Kryetar, a mund ta dim paraprakesh ndoshta nga një kënd vështrimi juaj sa është dëmi total, sa është kostoja e dëmit total? Me qenë se 80% është... Në tema financiare, po mendon? Po, në terma financiar? Është shumë herët të flasim. Flasim. Veç Kovraka, ai ka rreth 280 hektar mull. Një pjesë tërmuse ose pjesa kryesore të tyre veç janë të dëmtuara dhe nuk kanë më kohë me u ringritë dhe më vazhdu drejt pjekës me pjesë të rregut. Ato veç janë të shkuara dëm, po ashtu instruuj ka dikon rreth 2.000 hektar misër, që një pjesë e madhe e tyre prapë janë të dëmtuara, që nuk është veç dëm financiar, për shkak se jemi vendi me firma më të mëdha në Kosovë. Nuk është çështje veç dëmit financiar, është çështje e dëmtimit që ja ka po fermerit në sigurimin e ushqimit për gjethet e tyre. Është vëgja e vështirë me siguruar ushqim tash në këtë kohë për këtë vitin fermeri për lopët qumështore që i kanë që ka fermerë që i ka për 1.350 sësh. Për që sfiduse, po besoj që bashkë me ministrinë, si të një situacione që kemi me qëndru afër të të vështira fermerit, kemi mëdhi me u siguru formën e mësë mlejuet masoj situatë me qujtësit në bjetesës për aktivitetet e tyne dhe me motivu për të ardhmen me përkraje të veçantë, ashtu që edhe Ministri Muja u zotua, të veçantë për kushtet historikas, pasi që është një ndër komunat me që me bashkën më të madhe të eksponueshme. Po, kryetar, ne me Nazmiun kishim planifikuar dje, po e marrë Nazmiun me qenë se kemi kontakte me të shpeshta me të, për të folur për një kulturë të re e cila ka filluar mas madhe kultivohet në Stok, është shalqini, dhe gjatë vikendit isha në atë pjesë, me qenë se është vendlindja ime, dhe pas çdo cep të rrugës shitej shalqini nga bujqit dhe nej. Ishte dhimbshme nga ajo që pa mbrëm që është dëmtuar në mas të madhe. Një kulturë e re dhe një zhgënim i madh i fermerëve, por natyrisht bujqësia është kulm, është shtëpi pa kulm, si thuhet në gjuhën popullore, është diçka që s'mund planifikohet se çfarë mund ndodh sot ose pas një ore ose pas 10 minuta, dhe ndodhi gjithë kjo u dëmtua tërësisht dhe sot u desh të flasim për dëmin e madh që u shkaktua. Urojmë të shpresojmë të jeni krah fermerëve, bujqëve të ndihmonin atë zonë të mos zhgënjehen.
Unë e përshfryzoj hapësirën e juve me fjallë që me u garantu përgjëve që ka më pasë në krah, deri në sekundën e fundit sa mbrim na me kriju, s'po thëmë zgjidhjet e këtij problemi për rehabilitim, dhe normalisht nën përkrahjen e institucioneve qendrore, pasi që domi në kuptimin material është i papërballueshëm për ne si komunë. Shumë i rëndë edhe për pjesën në nivelin qendror sigurisht, mirë, po pjesë që kapaciteti do të mandoj, mirë, po nuk të dërzohemi derisa të mbrimi rehabilitu këta me do të mbrimi me siguru kapacitetet fermerëve për të mbjellur atë për vitin e ardhshëm që vinë shumë shpejt, nuk janë një muaj gjysmë kur fillon sezoni i mbjellur, ju garantoj që ata kanë mund të përgatitur për atë sezon me një veten të sigurt edhe me një dorë në shtetit që ju të përkrah në këtë rast fatkeqësi. E ne këtë vit nuk do të arrim të shijojmë gjithë ato produkte që kam planifikuar bujqit tanë për ne që në nivel vendi, në rrjetin e marketeve në të cilat shiten, natyrisht në kontratat e shumta që kanë me ndërmarrësit tanë për të shitur produktet e tyre, është shkputur një zinxhir mund në mes ka ndërprer punën e bujqve tanë. Do të dëshiroja që thoja... Do në me pjesa bëjësisë, një thatë, isha po thirrje edhe të pjesa e ndërmarrësve që me i kurshy, po ishtë nga ekzekutit me ty në kontratave, sepse fatkeqësia natyrore është po thash, kushte vetë thatë është shpinë pakullin, po çka ndodhet që sektorin e lirë, pësaj që nuk në posë këcëleo, po në kuptimin edhe pjesa në ndërmarrësve të bëjtë, se farizohen për istu. Që mos mitëm tu financiarisht, po ishtë në mësalisë në kontratave. Pikërisht, ishte një reagim edhe i ndërmarrësit Ramiz Kelmendi nga Peja, i cili bashkëpunon në afër me bujqit në atë zonë dhe po besoj që fermerët do të arrin ditëve në vazhdim sepse akoma janë në atë presionin asaj se çfarë ka ndodhur dje, të komunikojnë ditëve në vazhdim me ndërmarrësit dhe ta gjejnë zgjidhje për këtë situatë. Kryetar, do të thoja qëndrojuni pranë bujqve. Është mënyra më mirë e zhvillimit atij vendi në nivel Kosovës, më lejo të them në aspektin e bujqësisë. Faleminderit shumë për këtë komunikim që kishim bashkërisht.